Ka problem, më jep pak famë mua, se s'kam. Më jep pak emër, ma shton emrin pak më të madh. Se që kam. Të paktën më vjen kërna që më përmend emrin dikujt që është brenda 4 mureve ose 5 mureve. Ja këti për tatu. Po mirë olla, ti të bëj një pyetje unë. Nuk e di se sa vjeç je ti olla, se ti dhe me Andres Fake. Tani, ti për shembull, ku i gjen lekët vete në shkollë? Nuk e di çfarë vjen në shkollë apo jo. Ku i gjen vete jekën në punë? Ku i gjen lekët ti që ha? Ku i gjen lekët ti që pi olla? Me qenë se bëre një pyetje mua ti për tatuazhet. Ku i gjen lekët? Tani do të jam unë ai që të kthej përgjigje pasaj. Të flas pak unë tani, s'di fol apo jo? Flasim ne. Ti ku i gjen lekët? Hë? Pse s'bën videoklipe këngët e tuaja, vetëm ta them se s'bëj videoklipe këngët e mia. Videoklipi është për ti për të dukur, është për ty që ti të dukesh. Ja, unë kam lek, mbi videoklip, unë kam pidra, unë kam makina. Hapoj. Se unë vërtet, mund të më jenë një biznesmen kush e di olla. Po të paktën kam edhe unë 1000 euro. E bë një videoklip të thjeshtë edhe unë me 2 makina, 3 makina. Edhe me një fëmër, s'ka nevojë, të thot ajo. Qa doni? Videoklipi është olla thjesht për klikime. Nëse ti bën një këngë me tek foto si puna ime, do të vej pak shikime muzika. Nëse ti bën videoklipin, luks, ata normal, nuk i plastik kari për ty. Që keti zërin e tekstin, ata duan videoklipin që të votojnë. Nuk duan tekstin. Kështu lala, për mua më intereson teksti, edhe jo videoklipi. Po jo më da se bikur për klikime unë olla. Unë jam krenar.